Në gjuhën shqipe shpesh bëhen ngatrime të ndryshme në përdorimin e parafjalëve. Parafjalët janë fjalë ose shprehje të pandryshueshme të ligjëratës që shprehin marrëdhënie varësie ndërmjet fjalëve. Parafjalët, sipas lidhjeve sintaksore, klasifikohen në parafjalë të rasës emërore, gjinore, kallëzore e rrjedhore. E vetmja rasë në gjuhën shqipe në të cilën nuk përdorim parafjalë është rasa dhanore. Shikoni disa shembuj për secilën rasë. Rasa emërore: nga, te, tek. Sapo erdhën nga shkolla. Mendja më shkoi tek anija, te shokët. Rasa gjinore: me anë, me anën, në drejtim, në saj, në vend, për arsye, për shkak. Aeroplani u kthye në drejtim të detit dhe humbi në kaltërsi. Çështja u zgjidh me anë të diskutimeve. Rasa kallëzore: në, me, për, pa, mbi, nën, ndër, në për, bashk me, në lidhje me, në pajtim me, në përshtatje me, e tjera. Ai është i kursyer në fjalë. Aeroplani fluturoi fare ulët mbi kokat tona. U kthye nga shkolla bashk me shokët. Rasa rrjedhore: prej, ndaj, sipas, rreth, përpara, afër, larg, buzë, para, an, maj, krahas, rrez, midis, e tjerë. Shumë prej nesh gjatë kësaj kohe ndryshuam. U takuam afër shkollës.